Përshëndetje miq të respektuar. As kësaj videoje nuk po du me I bo kur far parathanje për të shpjegu se çfarë do të flas më tutje. Pyetja e parë është: a mund të prodhoj Kosova një Zahran Mamdan? Nëse thuani po, cili mund të jetë ai person? A e njihni atë person? A është I lindur dhe jeton në mesin ton? Apo pritet që të lind dhe të vi pas një kohe? Pyetja e dytë: a janë kushtet ato, rrethonat dhe vendi që e krijojnë një Zahran Mamdan, apo Mamdani është ai I cili I krijon kushtet, apo së paku I kalon dimensionet dhe rrethonat penguese? Apo, të them ndryshe, që është fuqia e cila I thyen digat penguese për ardhjen e një Zahran Mamdani. Po nëse thuani jo, ende nuk është, dhe nuk mund të vi, Kosova nuk mund të prodhoj një Zahran Mamdan. Nuk e ka aftësin, nuk e ka fuqin, nuk e ka vullnetin, e së paku nuk është koha tani që Kosovës t'i vi një Zahran Mamdan? Ju pyes, përse? Gjatë shtjellimit të temës, miq, mundohuni që ju vetë ta gjeni se kush është ai njeri, ai Zahran Mamdan që duhet me patjetër t'i vi Kosovës. Ma ndihmoni edhe mua, qoftë edhe në përmes komenteve tuaja që I bëni më pastaj nën këtë video. E nëse mendoni se jo, gjithashtu mundohuni që të më ndihmoni mua dhe të gjithë shikuesve që I lexojnë komentet nën video ta kuptojnë arsyen se pse mendoni se nuk është. Dorën zemër, sa më shumë që po e lexoj Mamdanin dhe po lexoj studime e artikuj e opinione rreth Zahran Mamdanit, aq më shumë po më vështirësohet mua personalisht përgjigjja në pyetjen se si është e mundur që një djalosh në të 30-jetat të jetë kaq I thellë në qasjet e tij, të jetë kaq I aftë, t'i artikuloj ato të cilat dëshiron t'ia përçoj qytetarëve të New Yorkut. Aq më tepër, si arriti një djalosh në të 30-jetat ta fitoj qytetin e New Yorkut dhe të bëhet kryetar I New Yorkut, si arriti që ta mund Donald Trumpin, miliarderet e New Yorkut dhe gjithë atë ushtri mediash që e luftonin aq ashpër vitet e kaluara e sidomos në këta 6 muajt e fundit. Dhe, që të jemi të qartë, duke njohur këtë personalitet, unë jo rastisht e kam quajtur fitoren e Mamdanit si njëra prej ngjarjeve më të mëdha dhe më të rëndësishme që mund ta ndryshojnë politikën dhe gjithë Amerikën në të ardhmen. Përse e kam thënë këto? Sepse fitoria e Zahran Mamdanit nuk është thjesht një zgjedhje e një lloji tjetër të një tëriu në qytetin më të madh dhe më të rëndësishëm të Amerikës, por ishte që një tërmet politik, një tërmet shoqëror dhe një tërmet kulturor në vendin më të rëndësishëm të botës. Fitoria e Zahran Mamdanit, tani muslimani I parë dhe në të njëjtën kohë socialisti I parë që po bëhet kryetar I qytetit të New Yorkut. Kush është New Yorku? Kryeqyteti simbolik I kapitalizmit global. Pra, e gjithë kjo është më shumë se sa një ngjarje e thjesht
zgjedhore që mund të ndodhë në një qytet apo në një shtet të madh. Po e përsëris edhe njëherë, zgjedhja e tij dhe fitoria e tij është një tërmet politik, shoqëror dhe intelektual që po ekspozon ndryshimet e thella që po ndodhin në themelet kulturore dhe ideologjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fitoria e tij ndodhi si një transformim me të cilin shumë kush në Washington deri në këto momente kur po flas une, ende po përballen me tronditje dhe me mohim apo me të dyja së bashku. Mamdani miq të respektuar nuk i fitoi zgjedhjet sepse ishte musliman, por pavarësisht se është musliman. Dhe kjo është fjalia bazë e asaj që unë e shoh në fitoren e Zahran Mamdanit në New York. E përsëris, Mamdani nuk fitoi sepse është musliman, por pavarësisht se është musliman. Votat vetëm të muslimanve kur nuk do të mund t'ja siguronin ati fitoren në New York. Nuk mund t'ja siguronin fitorat as edhe të ndonjë komuniteti tjetër, apo të ndonjë lobi tjetër. Sepse përveç të gjithve, Mamdani mori vota të konsiderueshme në numër edhe nga votuesit hebrej, në një qytet që prej kohësh e vitesh e dekadash konsiderohet si një fortesë hebraike, shtëpia e komunitetit më të madh hebre jashtë kufive të Izraelit. Po si arriti Mamdani që ti quaj këto diga penguese për të ardhur në krye të New Yorkut? Edhe njerë po thëm, edhe njerë po ju sugjeroj, teksa e dëgjoni personalitetin e Mamdanit, mundohuni që personalitetin e tij, rrethonat e tij, kushtet në të cilat veproj dhe suksesin e tij mos rastësisht po e shihni në ndonjë emër të përvetshëm edhe në vendin ton, në Kosovën ton. Si i theu digat Zahran Mamdani? Shiqoni miq, në politik, ashtu sikur edhe në histori, janë disa emra, ndodh që disa imazhe ti mbjetojnë trysnive, ndrydhjeve, shantazheve dhe qëllimeve shkatruese të njerëzve të cilët veprojnë kundër këtyre imazheve, apo personave, apo personaliteteve. E shohim se në fushatën e Zahran Mamdanit, disa gazeta të njohura të New Yorkut, në krye të cilave ishte New York Post, disa ditë para zgjedhjeve publikon një fotografi të një aeroplani të kuq me ngjyrë gjaku që po shkonte drejt kullave të qendrës botërore të tregtisë. Dhe aty shkruhej Mamdani. Imagjinon, ja? Imazhi i kësaj fotografie u përhap me të madhe në për të gjitha rrjetet sociale në New York dhe rrethinën e tij. Për te i kësaj, u shoqërua më pastaj edhe me video, disa video të cilat po i miratonin disa antar të Kongresit të njohur me ekstremizmin dhe urrejtjen e tyre ndaj muslimanëve amerikan. E në krye të gjithë këtyre qëndron Andy Ogles, i cili Ogles e poston një video dhe e titullon Zgjohu New York, me qëllimin e paralajmërimit
të rrezikut nga zgjedhja e Zahran Mamdanit dhe natyrisht duke e akuzuar atë në mënyrë të rreme, gënjeshtare, se është simpatizant dhe mbështetës i terroristëve musliman. E gjithë kjo, përgjatë fushatës, ata të cilët i kanë 2-3 kokra tru, e kanë kuptuar, e kuptojmë edhe ne sot, se ishte një përpjekje politike, qëllimkeqe, për ta diskredituar kandidatin e ri, që po vinte nga lagjet e varfra të Queensit në New York, duke e portretizuar Mamdanin si një kërcënim për mënyrën e jetesës amerikane dhe të ngjallte frikë nga një pushtet që po i ofrohet New Yorkut në dorën e një muslimani të rrezikshëm. Përtej kësaj, lufta kundër tij u shpërfaq edhe në një talk show ku ishte i ftuar rivali i tij Andrej Komi dhe udhëheci i talk show po e pyet po sikur diçka si sulmet e 11 shtatorit të ndodhte gjatë presidencës së Mamdanit, ende pa u përgjigjur Musafiri, ai vet e jep përgjigjen në mënyrë sarkazmike kështu, në mënyrë shumë të poshtër, edhe po thot ai ndoshta do të duartrokiste dhe brohoriste si një fitore muslimane mbi Amerikën. Deri këtu është zhvilluar një fushat, mos ta quaj islamofobe, por një fushat për ndrydhjen dhe diskreditimin e një personaliteti vetëm pse ishte musliman. Prap po them, për herë të tretë, derisa po e shpjegoj Mamdanin dhe rrethonat në të cilat ai triumfoi dhe u bë kryetar i New Yorkut, ju lutem, mundohuni që këtë ta lexoni në hijen e personaliteteve politike dhe të jetës politike, shoqërore, pro-islame, anti-islame edhe tek ne, në mënyrë që ju vetë në vetveten tuaj mos vallë po e gjeni ndonjë personalitet që do të duhej t'i vinte edhe Kosovës. Pse miq këto fushata islamofobe, po them, kundër Zahran Mamdanit? Shumë e thjesht. Krejt Amerikant që kanë jetuar në Amerikë përgjatë kohës së ngjarjeve të 11 shtatorit 2001 e kujtojnë deri në ditët e sotshme ende tronditjen dhe frikën që i pati kapluar Amerikanët dhe gjithë Amerikën. Atë botë dhe për një 10-15 vite më pastaj, Arabët në veçanti, muslimanët në përgjithësi, bile edhe ata që i përngjanin në formë të jashtme Arabëve apo muslimanëve, u bën shenjestra të një zemrimit të papërmbajtshëm amerikan antimusliman. Një nga viktimat e asaj kohe, nëse ju kujtohet, në Amerikë, ishte edhe një burr, një mashkull Sikh indian, i cili vritet thjesht veç pse mbante atë çalmën e tij që e kanë të shenjtë Sikhët e Sri Lankës apo të Indis në kokë. Shumë Amerikan nuk kishin as kohë e as vullnet e as dëshirë për të dalluar atë botë muslimanin nga një terrorist eventual. Identiteti u reduktua dhe u shndrua, u përkthye në një simbol rreziku. Arapi muslimani është rrezik për Amerikën. Vet Mamdani tregon se ishte shënjestër e kërcënimeve sistematike, pavarësisht
se ishte vetëm 10 vjeç në vitin 2001 dhe kishte mbritur në New York me familjen e tij si emigrant nga Kampala e Ugandës vetëm 3 vjet para sulmeve të 11 shtatorit. Po si ti lexojmë këto akuza që ja bënën Mandanit? Si ti kuptojmë dhe çfarë mesazhe të nxjerrim në dritën e politikës kosovare? Ma thjesht, si u bë imazhi i një emigranti të ri, lënd, për gjuhë urrejtjeje të mbuluar me slogane patriotike amerikane. Sa më shumë që sulmohej imazhi i Mandanit, i një muslimani, aq më shumë shpërfaqej kjo fryma patriotike amerikane. Se di apo më kuptoni? Përgjigjja me që qëndron e nënvizoj në strukturën e thellë politike të New Yorkut, në mendësinë e krijuar për një kohë jo të shkurtër në New York, që është një shtet historikisht blu, që ka votuar demokratët pa ndërprerje për më shumë se gjysmë shekulli, për më shumë se 50 vjet, por që edhe pse ishte blu, ngjyra e vërtet e shpirtit të këtij qyteti, ngjyra përmbajtjesore e këtij qyteti mbeti jeshile, apo ngjyra e gjelbërt, më saktë ngjyra e dollarit, sepse bëhet fjalë për politikën e jashtme ndikuese në New York dhe nga New Yorku nga lobi cionist. Lob ky, i cili është i njohur për të gjithë ata, e sidomos për të gjithë, e sidomos për ata që e përcjellin politikën e brendshme amerikane, lob i cili vepron vetëm mbi bazën e interesave dhe përfitime lobiste apo personale të tyre. Fare pak ju interesojnë ideologjit frymore, ideologjit shpirtnore, apo ai shpirti i ndonjë feje, qoftë edhe i fesë hebraike. Ju intereson vetëm ngjyra e gjelbërt, edhe ajo ngjyra e gjelbërt që është e pikturuar me te letra e quajtur dollari amerikan. Bri kësaj, apo në frymën e kësaj, demokratët kryesor të New Yorkut janë të njohur edhe prej neve këto, si Hillary Clinton të zamë, apo Charles Schumer, apo Andrej Komi i tanishëm, kanë përfaqësuar një mendësi të tillë jo më pak, hiç më pak se e njëjta mendësi që është brenda për brenda republikanëve konservatorë. Një debat tjetër miq që u boe para zgjedhjeve, kandidatët aty të renditur po pyeten një nga një, bile jo një nga një, po me një pyetje po pyeten të gjithë kandidatët aty, në lidhje me atë se ku do të shkonin fillimisht pas fitores në zgjedhjet e New Yorkut. Kandidatët u përgjigjen njëri pas tjetrit në Izrael. Shikoni, ja? Por çka ndodhi? Termeti politik. Termeti në studio aty dhe që mori dhenë në gjithë territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vetëm Mamdani, me një qetësi të një strategu politik, tha, I gonna stay in New York. Unë do të qëndroj në New York. Në një kohë, kur lobet e ndryshme, si dhe këto të lartë përmendura, dihet se e kanë jetën e Amerikanëve në dorë,
duke e kontroluar atë jetë në përmes bankave dhe korporatave të tjera. Në këtë kohë, të dal një kandidat i New Yorkut dhe të thot paraprakisht se unë nuk do të shkoj në Izrael, por do të qëndroj në New York, më bën edhe njëherë të përsëris atë që e thash në fillim të videos, se zgjedhja e Zahran Mamdanit është një tërmet politik, kulturor, intelektual, ideologjik, i jetës në përgjithësi të Amerikanëve dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe prap po them, jo rastisht e përmenda nalt, sa më shumë që po e lexoj personalitetin e Zahran apo Zohran, se kjo oja A në anglisht o lexohet aja Zahran, e kam shpjeguar dikur çfarë don të thotë fjala Zahran. Jo rastisht miq thash se sa më shumë që po e lexoj Mamdanin, aq më shumë po më krijon vështirësi. Si është e mundur një djalosh në të 30-tat pa hezitu fort, heq pa hezitue, me i shpërfaq bindjet e tij të qenurit musliman, socialist, me mbështet këtë komunitet, atë komunitet, edhe me thonë, nuk i bi pishman. Në atë kuptimin që tha Amerikan që nuk pendohem, do me thonë, nuk i bi pishman unë pse jam i tillë, përkundrazi mburrem. Atë fjalit shkurt që e tha, unë do të qëndroj në New York, me te e theu traditën e gjatë politike në shtetin e New Yorkut, ku askush nuk ka guxuar të sfidoj sidomos lobin hebrej, cionist në qytetin e New Yorkut. Me atë fjali të vetme, Mamdani shkeli në qafë barierën e parë në New York dhe në Amerikë. Cila është bariera e parë? Edhe dytën do të përmendi. Është bariera e parave dhe e aleancës cioniste, kristiane, që qeveris qytetin në përmes qkafit, në përmes financimit, në përmes krijimit të opinionit varësisht prej interesave të tyre dhe në përmes kontrollit të diskursit publik në çdo cep të New Yorkut. E megjithatë, Zahran Mamdani vendosi ta luftoj dhe ta vazhdoj betejën e tij jashtë këtij sistemi, i liruar nga kthetrat e këtij sistemi, gjithnjë duke qenë konsistent, i mbështetur dhe këmbgulës në bindjet e tij, si dhe në dashurin, respektin që e shehten në syt e New Yorkasve të cilët i takonte vazhdimisht, jo vetëm në kohën parazgjedhore, por me vite të tëra. E kishte lexuar shumë mirë shpirtin e qytetarit. Dhe duke e lexuar shpirtin e qytetarit, miq të nderuar, politika në Kosovë, unë po flas për Mandamin, e kishte lexuar nevojën, shpirtin e qytetarit të New Yorkut, të gjithë, dhe vjen në përfundim se për të qenë kryetar i New Yorkut, sikur për të qenë kryetar i Kosovës, apo i cili do shtet tjetër, do të ketë parasysh dhe të merë në kushtet e dalishme modelin më të mirë, të cilin edhe ky vetë e pranon se është modelin norvegjez dhe suedez. Të drejtat sociale, e drejta sociale për të gjithë, pa u krenuar dhe pa u krekosur me përkatësinë tone fetare, e as ideologjike, e as partijake, e as sportive, e as pasurijës, e as çfarë do kofta jo mbase as intelektuale. Por mbi të gjitha këto, të ndërton personalitetin që është i gatshëm
ti dëgjoj brengat e çdo komuniteti të Kosovës. Në rastin konkret, e çdo komuniteti, e çdo qytetari, e çdo bashkësie, e çdo komune, e çdo individi që jeton në qytetin e New Yorkut. Kësi personaliteti i nevojitej New Yorkut dhe kjo është arsyeja kryesore pse e bëri Zahran Mamdanin. Si u bë Zahran Mamdani një personalitet aq i dashur, aq i pranueshëm në mesin e qytetarëve të New Yorkut. E keni pa Zahran Mamdanin, shkon dhe e fal gjimon, shkon e fal namazin e sabahit në xhami, po kujton për shkak që aty në 10-15, vallahi kur jo. Shkon e fal sepse beson se dohet me qenë në atë kohë. Shkon në sinagogë, sepse e di se një numër i qytetarëve janë hebrej në New York, flet për të drejtat e LGBT-s, sepse e di se një numër i caktuar i qytetarëve të New Yorkut i takojnë këtij komuniteti, flet me të pasurit, flet me varfnjakët, flet me të nevojshmit, flet me ata të cilët nuk kanë mundësi me i pagu qerat e tyre, ata të cilët po largohen nga puna, po pushohen nga puna, flet me të gjitha. Andaj them se personaliteti i Zahran Mamdanit është një personalitet historik dhe zgjedhja e tij është zgjedhje historike, është ngjarje historike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përveç kësaj digës të pasurve që e blejnë Amerikanin, New Yorkasin, në përmes financimeve, në përmes krijimit të opinioneve, në përmes pareve dhe kontrollit të diskursit publik, Mamdani e mund dhe i shkakton disfat të dhimbshme edhe barierës së dytë, dhe ajo është Partia Demokratike Tradicionale. E përfacuar nga krahu i saj, i ashtu quajtur krahu i Charles Schumer. Ky krah ngre flamurin, krekoset për një progres, për progresivizimin e Amerikanëve, por në çdo hap, në çdo pore të jetës, në çdo moment, e kontrollon jetën nëpërmes, po them, parave dhe ndikimit të paras në jetën e New Yorkut. Ta mund të paren dhe të triumfoj mbi barierën e dytë, unë nuk di si të mos konsiderohet, apo çka të konsiderohet tjetër pas një fitore spektakolare dhe një ngjarje historike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky Mamdani e mundi qëtë barierë, e mundi të dytën, heci përpara, por edhe një duhet me thonën, Barack Obama u mundua duke e përshkrue personalitetin e tij një farë promovimi me janë ndihmu e pak. Unë besoj benshëm se vishka i ka pengue ledhatimi që i aboni, apo lavdrimi që i aboni Barack Obama. Nuk ka pas ndonjë bereqet. Marrë në tërsi, summa summarum, rezultatet e zgjedhjeve në New York e përmbysën spektrin politik, social, kulturor, intelektual, financial të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fillimisht në qytetin e New Yorkut. Fitoria e Mamdanit zbuloi edhe diçka tjetër. Për lidhur me Kosovën, vazhdimisht, unë ju thash, dëgjone se ndoshta inshallah se kum teprua të thonë, dëgjone me veshën e politikës kosovare, të respektuar. Fitoria e Mamdanit zbulon edhe një fakt shumë interesant, cili është ajo, se baza e partisë, qytetarët, mbështetësit e një partije nuk po votua kanë më sipas direktivave të partisë
dhe se njerëzit duan një zë që i përfaqëson ata, jo interesat e bankave dhe kompanive të sigurimeve dhe të kompanive të pasurive të paluajqme, të cilat janë në duart e oligarkëve në krye të Partisë Demokratike. Edhe këta i boni të kërlëmsh. Ky ndryshim dhe kjo fitore spektakolare të rënditi bastionin e dytë të partisë, që duke e detyruar atë të filloj tani e tutje pas fitores së Mamdanit të rishqyrtoj në mënyrë shumë precize marrëdhënien e saj, këta të naltit, oligarkët e partive, për të cilët, s'po dal pej temës, 90.000 vetë, 100.000 vetë, 150.000 vetë, ngajnë e votojnë për një 5-6-7 që vazhdimisht i ki në parlament. Do me thonë, parti 100.000 vetë që 20 vjetë votojnë, 150.000, 70.000 njerë, po 200.000 letjenë, cële do parti votojnë që qëta 5-6 vetë, 7-8 vetë, 10-15 vetë vazhdimisht në parlament. Ja, ka dale. Që këm Mamdani i mshej x kësaj tradite. Jo o udhëhec të Partisë Demokratike, po dhe jo nesër tërthorazit të Partisë Republikane. Mbajeni mend, se nuk keni me mujt me ishfrytëzue milionat vota të qytetarëve të Amerikës që jo me përfitu atje, e pastaj atje me u krekos në maje të binës si gjeli se ne po punojmë dhe po jetojmë dhe po bojmë angazhime për të drejtat e juve se ju në keni dhënë votën. E theu këtë imash, e rënoj këtë mendësi politike. Prandaj Partia Demokratike, përsa jam të e përcjell, mos thëmë ditë natë, ashtu punue me e rishqyrtu marrëdhënien e saj nalt me brezin e ri të votuesve, të cilët tani më e kanë shpërfaq zemrimin e tyre për shkak të standardeve të dyfishtat të partisë për çështje të ndryshme sociale, për çështje të ndryshme ndërkombëtare e sidomos për çështjen e Palestinës. Tibre LDK, e PDK, e AAK, e LVV, e të krejt vë më e shka ka parti. Ti po e merë votën e 50.000 vetëve, e 100.000 vetëve, e 200.000 vetëve në Kosovë dhe ti shkon bën politika sociale, politika të jashtme, në raport me Gazën, në raport me Palestinën, në raport me Turqinë, në raport me Bullgarin, në raport me Gjermanin, në raport me Izraelin, apo me cilin dësh tjetër, bashkë të kundërtën e asaj që ty e votuesit të kanë dhënë mundësin që ti me ullën parlament, apo me marë qeverien. Mamdani im shoj, mos thëm grosht, e mos thëm brëll, por e goditi shumë rënd udhëheqjen e lartë politike të Partisë Demokratike. Mamdani miq, nuk u step, hiq, e as nuk u marru, e as nuk u tot, e as nuk u tremb, e as bash hecjanike prej kërcënimeve e shantajeve të lobimit edhe të partisë nga brenda për shkak të qëndrimeve të tij. Në të gjitha intervistat e tij, ai e përsëriste qëndrimin e vet të qartë në lidhje me ngjarjet e fundit në Gaza. Ku guxon bre një kryetar partije, mos them tash në Kosovë,
Ku guxon bre një kryetar partije? Me fol në raport me Gazën, apo me Izraelin 99.99% në kundërshtim me ato shka e thojnë 99.99% të votuesve të tij, të mbështetësve të asaj partije. Që ky Mamdani burr e theu që tabo dhe nuk hezitante, nuk friksohej që ta paraqiste qëndrimin e tij në lidhje me luftën e fundit në Gaza, duke e përshkruar atë si Romullak gjenocid dhe duke ju përmbajtur vazhdimisht normave dhe thirrjeve të ligjet ndërkombëtar. Kur u pyet në çat intervist para zgjedhjeve se a do ta arrestonte kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu nëse do ta vizitonte New Yorkun. Duke pas parasysh, e dini se kundër tina është ngrit akt akuza për krime lufte nga gjykata ndërkombëtare penale. Mamdani, shiqë, 30 vjeçarja, nuk gufaja ty me kalzu trimni, 30 vjeçari. 30 vjeçari, hajë po thëmi 40 vjeçari. Jonja me përvoj ku me ditë se sa politike. I rrymë në frymën e popullit, në frymën e njerëzve, duke përjetue se çfarë po ndodh dhe duke i përcjell me një vizion të hapur. Do të flas pak edhe për punën e fesë, pak përpara, i kam edhe një 10 minuta. Kur u pyet për këtë diçka tha Mamdani. Tha, ai është flas me veten e parë, jam i përkushtuar ta respektoj ligjin ndërkombëtar dhe do ta lë gjyqësorin të veproj brenda legjislacionit apo juridiksionit të vet ligjor. Pastaj në pyetja, po çka nëse ti ishe pjesë e këtij juridiksioni ligjor, tha pa hezitim do ta arrestoja. Nuk kuptot në Amerikë. Këto qëndrime të shoqëruara sidomos, këto imazhet e Mamdanit, të shoqëruara sidomos me imazhet e luftës në Gaza, sollën një ndryshim të rëndësishëm, jo vetëm në personalitetin e Mamdanit, por në opinionin publik amerikan, veçanërisht e çuditshme mund të jetë për juve, tek të rinjt dhe votuesit hebrej, që këtë gjenerata Z që pjethojnë, të cilat janë bo tash shumë më të vetëdijshëm në çështjet e të drejtave të njerëzit dhe më të përkushtuar ndaj parimeve të drejtësisë. Qëta të rinj hebrej, student nëpër universitete, i kanë pa policinë e Amerikës si i tërheqin zvarr studentët të cilët protestonin kundër gjenocidit izraelit mbi Gaza. Qëta hebrej kanë organizuar, jo ish kanë marrë pjesë, po kanë organizuar një numër jo të vogël të këtyre protestave. E panë se parat e New Yorkut, sidomos të New Yorkut, të këtyre oligarkëve të mëdhej, të këtyre bankierëve, të cilët zgjidhen dhe flasin në emën të New Yorkazve, 7-8 milionëve, dhe parat e tyre shkojnë pastaj pa hesap për makinerinë vrasëtare të Benjamin Netanyahut. Këta hebrej të ri e pan jenë zgju pe i zgjumit, siç është zgjuar shpirti i vexhelis të gjitha shoqërive në planetën e tokës. Historia është përmbys, meq, nuk ka ma histori, nuk ka ma marrëdhënie ndërkombëtare të para 7 tetorit 2023. Jo, deri në qatë kohë kanë mujt me mashtrue. Jo demokracia, jo drejtat e njerijut, jo holokausti, jo ai tjetri, ai tjetri, s'ka ma kam baru. Unë e kumë thonë, Netanyahu i ka dhënë fund historisë hebreje. Ka me fillu një histori dhe veç ka fillue,
ardhja e Mamdanit, e mbështetur edhe nga hebrejt, lemo nga të tjerët, gjenerata Z, është një argument shumë i fort për atë që une po flasë. Fitores së Mamdanit miq i ka kontribuar ngritjes së tij, i ka kontribuar ngritjes së tij në pushtet, edhe që e detyron pastaj Partinë Demokratike të rishqyrtoj politikat e saj ndaj lindjes së mesme, i e gjithë kjo ka rezultuar në goditjen e mbi dy caqe kryesore që e kanë bajt jetën Amerikanën në dorë. E para, parat dhe aleancën cioniste kristiane në Amerikë, edhe dyta Partinë tradicionale demokratike. As njëra dhe as tjetra ma nuk janë qysh kanë qenë dhe ma kur nuk do të jenë, se pako për New York, për deri sa po flasim, nuk do të jenë. Prandaj miq, ke e pakic, ke e shumic, dhe që thëmë të në kur po flasim për islamofobin të na, po qysh po thoni bre në Kosovë, 90% musliman, nuk du mu krekosën me shifra, me përqindje fare, 1%, 5, 10, 10, 50, po le tjenë njerëz të mirë, njerëz të cilët e kanë kuptuar islamin së shkollë edukative, njerëz të cilët e kanë kuptuar namazin së është një lëndë edukative e qasoj shkollë edukative për me të botë ty njeri, që e kanë kuptuar islamin së është mjet, jo qëllim, mjet është islami, mjet është namazi, mjet është zeqati, mjet është haxhi, mjet në përmes së cilit arrihet fisnikrimi, krasitja nga të këqijat e personalitetit të njeriut. Pra, miq, kjo ko ma kur nuk do të kthehet siç ka qenë më para. Fitoria e Mamdanit ishte një goditje, edhe një goditje tjetër. Demonstroi se paraja, fuqia, nuk janë gjithmonë garanci se besnikria automatike ndaj Izraelit nuk është më e padiskutueshme edhe në Amerikë bilen mesin e hebrejve, dhe se Partia Demokratike nuk mban ma monopolin mbi përgjegjësinë e së majtës amerikane. Qaj aeroplani i bom me ngjyrë të kuqe, që e fola në fillim të kësaj video, që ky aeroplan të cilin ja pikturuan kundërshtarët e ashpër të tij, u bë më pastaj një simbol i një kutije votimi që shkatroi gardën e vjetër politike, apo siç e kam quajtur unë këtë gardën politike të pasluftës deri vonka, politika jo e vjetër, por e vjetruar, dhe se opinioni, Kosova, shoqëria jonë këto, kanë nevojë për një frymë të re të politikës. Miq, po thamë edhe diçka. Si u bo që ky Mamdani, si një socialist, si një musliman i ri, me mrije që me e udhëheq vendin më të rëndësishëm të Amerikës. Suksesi i Mamdanit rrjedh, kujdesa, nënvizojeni, shkruajeni dikon, rrjedh nga fakti që është ndryshe nga imazhi mbizotrues i muslimanit sot, jo vetëm në lindjen e mesme apo në Indi, në atë e prindërve të tij, por edhe në vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kujdes thash pak përpara po flas edhe për aspektin fetar. Sfondi, themeli i tij shpjegon shumë gjana. Babai i tij është profesor i Universitetit të Kolumbisë,
autor i shumë eseve dhe librave, sidomos në antropologji. Nana e tij është regjisore e shquar e Amerikës. E kemi shpjeguar pak përpara. Po flas për CV-n e tij, po du me dal dikun tjetër. E cila në filma ka punuar dhe ka pas protagonist kryesor ka Denzel Washingtonin. Atë aktorin numër 1 e konsideroj në Amerikë sot. Të dy prindërit janë të diplomuar në Harvard, ndërsa gruaja e tij me origjinë siriane gjithashtu është një artiste e madhe. Që kjo ke një. E dyta, mbi të gjitha, miq, Mamdani mbështet publikisht të drejtat e LGBT-ve. E shpjegova pak përpara, të drejta këto që në fakt bie ndesh, jo vetëm me ligjin islam, por edhe me mësime tradicionale hebreike të krishterë. Por Mamdani thët, këta njerëz janë jetojnë këtu. Shka me bo, shka po thoni jo? Mi hek për këtu ujta? A jeni të e kuptu e imazhin e një lideri që i nevojitet një vende. Për te i kësaj, meq, Mamdani nuk është një musliman, që të na jo e falë, jo se falë namazin, një shije së një prallat, dhe mashtrimet të cilat një kategori e njerëzve të na qëllimisht i përdorin, dhe në kurthat e të cilve bin qytetarët e rëndëm naiv, muslimanët e mirë, por që nuk i kuptojnë djallëzit e këtyre që i promovojnë këtë gjana. Ai nuk është një musliman konvencional apo konservator. Ai krenohet me trashëgimin e tij kulturore dhe fetare. Megjithatë, nuk lejon, nuk ka leju dhe nuk besoj se do të lejoj që besimi i tij të dominoj personalitetin e tij publik, e sidomos si kryetar i New Yorkut. Ai nuk dëshiron që besimi i tij, megjithëse ndikon në krimin e personalitetit, jo, ky besim të mos jetë preokupimi i tij kryesor intelektual, por preokupimi i tij intelektual kryesor të jetë si të jetë sa më i bereqetshëm, sa më i mirë për të gjitha shtresat e qytetit të Gjilanit të zami, ose të Prishtinës, apo të Kosovës, e në rastin konkret të New Yorkut. Ai në New York, jo që po thoni jo këne jo ka, jo pa ka shkue në gjami sa për mu do kësene, në New York, Zahran Mamdani nuk e fshi identitetin e tij, por në të njëjtën kohë identitetin e tij musliman nuk e përdori si një simbol politik sa për t'ja marrë votat njerëzve. Që i bie se një politikan kosovar, kur shkon në Vjenë, apo në Berlin, apo në Londër, nuk guxon me mshef identitetin e vetë dhe me thonë valla se dia jam kështu. Thuje tonën, në të njëjtën kohë, prototipi i këtij nuk guxon që fejen e tij, bot kuptimin e tij fetar, me e përdor si një karram, si një udic, si një grap për me i zanë peshqit, apo për me u marr votat xhamatlive. Por të jetë, ato që janë mes tij, si fej le të mbeten me Zotin, ndërsa reflektimet, shkëndijat, fuqia, energjia që e merr nga kontakti i tij me Zotin si besimtar, të reflektojnë në praktik, si drejtësi ndaj të gjithë atyre që e votojnë e pas zgjedhjeve të cilat nuk e kanë votuar. Feja asnjëherë nuk u pa si një grep në retorikën e tij, e as në platformën e tij politike dhe as në aleancat të cilat Mamdani i lidhi para zgjedhjeve në fushatën parazgjedhore. Besnikëria e tij e parë dhe më e fuqishmja, më e rëndësishmja ishte ndaj të gjithë qytetarëve të New Yorkut. Në të gjitha
diversitetet e tyre, të besimit, të ngjyrës dhe të klasës. Jo, miq të dashur, që po më ndëgjoni, mos kërkoni nga njerëzit të cilët ju i votoni, që të jetë evlija. Jo, nuk mundi me gjetë. Mashtroheni nëse dikush vje ju flet se unë po punoj për kauzë islame e për kauzë për... Jo, mashtrimi janë ato. Ose po jam patriote s'po ilami këta mjekra tek neje më na bo këto islame. Mashtrime janë këto. Të gjitha këto janë, ose thëma mi, asnjën nga këto nuk guxojnë të jenë karakteristika, pika të personalitetit të politik të një personi që dëshiron dhe ka ambicje të jetë Zahran Mamdani i Kosovës. Fanatizmi fetar apo ideologjik ka me u përballë shumë ashpër me politikën dhe intelektualisht kamera para shumicës dërmuese të qytetarëve të New Yorkut, respektivisht të Kosovës. E vërteta më e thellë është se muslimani paqësor, mendje hapur, që përfaqëson, që e do, që e promovon shkencën, mendimin e lirë, artin, kreativitetin njerëzor, në të gjitha format e tij, është personi i cili i nevojitet New Yorkut sot e nesër edhe Kosovës. Kosova ka nevojë për një Zahran Mamdan të këtil, që as nuk e shfrytëzon fejen për me ja marrë votat dhe me e qitë fejen si një objekt, si një lup nga e cila i shikon votuesit dhe i mashtron ata, por as antifetarizmin të përdor për të amarën votat atyre të cilët nuk janë fetar. Socializmi i Mamdanit është ai të cilën e merr prej senatorit Bernie Sanders, që është mësuesi i tij. Socializmi i Mamdanit nuk është komunizmi marksist, me të cilën Trumpi e akuzon, por është demokracia sociale, pragmatike e modeleve të suksesshme, të mahniqme evropiane, sidomos të Suedis dhe Norvegjis. E përmena pak më lart. Prandaj presidenti Trump, kur e akuzon Mamdanin gjatë fushatës së tij, i zbuti llafët masanej edhe tha se komunist jo kënej, po socializmin kurse ka pranue New Yorku kënej ka sene. Po, unë edhe këtë qasje e këshyri. Përshka e këshyri me pozitivitet. Përshka miq e këshyri që të punën e socializmit e komunizmit e sene, çka po du me thonë? Ekziston një teori, apo një shprehje vjetër, apo diçka e pashkrume, që thotë se të majtistët shkëlqejnë shumë, kanë sukses në diagnostifikimin e problemeve sociale. Por, kur nuk arrin t'i zgjidhin ato. Ata shkëlqejnë në për fushata. I bindin njerëzit, por pengohen më pastaj në qeverisjen e tyre. Dhe për fund, miq, ka shumë çka që flitet këto. A mund të jetë Zahran Mamdani një Malcolm X i ri i Amerikës? Jam përgadit me fol gjatë për këtë temë, e një shumë mirë Malcolm X-in, kam lexuar shumë për ta, e një edhe tjetrin Muhammedin, që ka bohe ajo shoqëria islame, pastaj kjo e bëna xhamia islame, xhamia komunitetit, këto dy partit, dy lëvizjet e zezakve e muslimanve në Amerikë, por as njëni dhe as tjetri nuk kam pas sukses atëherë, sepse kanë qenë të ashpër. Fejen e kam përdorur si mjet mashtrimi për votuesit musliman amerikan. Prandaj Zahran Mamdani as nuk mundet me qenë dhe as nuk dëshiron të jetë si Elia Muhammed e as si Malcolm X.
Vetë grupa e qëti Elia Muhammedit, që e pas shpall vete për pejgamber. A ky Elia Muhammedi, a dini se është frymëzuesi kryesor i këti Muhammed Alis. Në duart e ti, Muhammed Alia e pranon fejen islame. Vetë grupa e qëti e vran Malcolm X-in s'paku në bas të burimeve dhe lajmeve zyrtare. Zahran Mamdani nuk mund të jetë as Malcolm X, as Elia Muhammed, as si cili do zyrtar musliman që pati marë hëv për gjatë historisë 100 vjeçare të fundit të Amerikës. Por është një lider të cilin e ka prodhuar koha dhe i cili vije si prodhim i kohës, por duke e shfrytzuar momentin në mënyrë spektakolare që ta bëj ndryshimin historik në Kosovë, në New York. Tashmiq, bazuar në gjithë këto që i shpjegova, po vije tek pyetja e fundit, te pyetja e parë atje nalt, se a mund të ketë Kosova një Zahran Mamdan? A janë gjallë apo jo? Ju e keni mendimin e juve, miq, Kosova ka nevojë për një Zahran Mamdan që asgjë nuk e shpërfaq në mënyrë ekstreme, qoftë edhe nëse është beshvaktli, qoftë edhe nëse është ateist, por që ka qasje të butë, i krijuar si personalitet. Njeri që ka përvojë, apo i gatshëm që ta pranoj përvojën e të tjerëve si mësim për përvojën e tij politike, unë dorën zemër e kam këshyr këto. Unë mendoj dhe jam mase i bindur, po flas jo politikisht, po flas si Mustaf Bajrami i bindur në atë që e thot. Dy personalitete isha se i dohen Kosovës, dohet të promovohen, dohet të mbështeten, pa marrë parasysh se si shihen nga partit e tyre si Zahran Mamdani nga Partia Demokratike Tradicionale, por që populli i Kosovës do t'i mbështet. I kam analizuar shumë mirë. Të parin e një pak më gjatë dhe të dytin së fundmi. Zahran Mamdani i Kosovës mund të jetë vetëm tani për tani Abdullah Klinaku. Dhe tjetri që ka dalë si një lule dremiqare në spektrin politik të Kosovës është Arjan Tahiri, kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës. Dhe i bëj thirrje spektrit politik kosovar, qytetarëve të Kosovës, nëse i besojnë këtij opinionit tim dhe bagazhet modest, timin intelektual, të leximit të personaliteteve dhe të ngjarjeve dhe të politikave të brendshme, Abdullah Klinaku dhe Arjan Tahiri, pa marrë parasysh pjesë e cilës parti janë, këtyre dyve duhet ju jepet hapësirë, t'ju hapet rruga dhe të mbështeten për të ardhmen politike dhe të gjithëmbashme të Kosovës. Deri në analizën tjetër të radhës në lidhje me Kosovën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, mirëmbëjtje e miropafshim.